Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj mirëseardhjen. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Report Televizion për të cilin lajmet e ditës së sotme, fillimisht titujt kryesor. Kryebashkiaku Erion Velia ende nuk ka në dispozicion asnjë provë të dosjes me të cilën SPAK i kërkon gjykatës të nisë gjykimin. Mbrojtja thotë se dorëzimi i materialeve në USB në kushtet kur Velia nuk ka as kompjuter për t'i hapur në burg, nuk garanton të drejtën e tij për të u njohur me dosjen. Mbrojtja thotë se nuk po e zvarrisin ata procesin siç pretendon SPAK, pasi për të bërë analizën juridike të 60.000 faqeve do të duheshin 20 deri në 40 avokat me kohë të plotë. Lëvizjen e Ervis Salianit, që ka gjetur mbështetjen e disa demokratëve, Sali Berisha ka nisur të zhvojë nga brenda duke takuar çdo që e përkrah. Kreu i Partisë Demokratike pohon se ka pritur në zyrë Ilir Ali Mehmetin, të parin që doli në krah të ish-deputeti Saliani. Berisha nga ana tjetër thotë se analiza brenda partisë do të zbulojë edhe armiqt që sipas tij gjatë fushatës së 11 majit punuan për Partinë Socialiste. SPAK dërgon për gjykim 27 persona emra të njohur të botës së krimit, politikan dhe drejtues policie, pjesë e dosjes voluminoze revanshi. Drejtues të grupeve doni vrasjen e njëri tjetrit, por nuk ja dolën. Ish-deputeti Arbendoka kërkoi kokën e Edurim Bamit dhe për këtë bashkëpunoi me të shumëkërkuarin Ervis Martinaj. Bami me grupin e tij u kundërpërgjigjen, por pa rezultat. Në mes të këtij rivaliteti, viktima mbetën disa nga krahët e djathtë të bosëve. Tre bizneset të tregtimit të kafshëve të gjalla në Fier, Kavaj dhe Kukës akuzohen për 10 milion euro evazion fiskal. Pas denoncimit të një qytetari, tatimet ushtruan kontroll në këto biznese dhe konstatuan se ato deklaronin në sistem shumë blerje dhe pak shitje, duke fshehur të ardhurat. Rezultoi gjithashtu se këto subjekte nuk kishin instaluar sistemin e fiskalizimit dhe as afishuar listën e çmimeve të produkteve blegtorale që shisnin. Museu Janove në Gjirokastër ka degraduar plotësisht. Pamjet e qiruara nga Report Televizion tregojnë gjendjen skandaloze brenda ambienteve të tij, ku uji i shiu depërton nga tavani dhe bien mbi objektet historike. Përgjegjëse është bashkia, e cila prej 10 vitesh nuk ka kryer asnjë investim në këtë muze, i cili gjendet brenda kalas dhe vizitohet nga 20.000 turistë në vit. Bashkimi Evropian ju përgjigj presidentit amerikan mbi kritikat e forta ndaj Europës të dokumentin e strategjisë kombëtare të firmosur nga Trump, që parashikon se emigracioni i palishëm do të zhdukë civilizimin evropian brenda 20 vitesh. Një zëdhënës i Komisionit Evropian tha se vendimet për shtetet anëtare të takojnë Brukselit. Meloni thotë se ajo që konstaton administrata amerikane ka kohë që ka nisur të ndodhë. Tema e Krishtlindjeve ndriçon nga sonte sheshin Skënderbej në kryeqytet, duke shënuar fillimin e festave të fundvitit në praninë të qindra fëmijëve dhe qytetarëve të shumë Bashkia e Tiranës, ndesi dritat festive në një spektakël muzikor nga artistët e vegjël. U ndriçuan sonte edhe pemët festive në qytetin e Shkodrës, Elbasanit, Korçës, Durrësit, Shijaku dhe Fierit. Kryebashkiaku Erion Velia ende nuk ka në dispozicion asnjë provë të dosjes me të cilën SPAK i kërkon gjykatës të posaçme të nisë gjykimin. Në një reagim publik, mbrojtja thotë se dorëzimi i materialeve në USB në kushtet kur Velia nuk ka as kompjuter për t'i hapur në burg, nuk garanton të drejtën e tij për t'u njohur me dosjen. Mbrojtja thotë se nuk po e zvarrisin ata procesin siç pretendon SPAK, pasi për të bërë analizën juridike të 60.000 faqeve do duheshin 20-40 avokat me kohë të plotë. Avokatët mbrojtës të Erion Veliajt reaguan pasi SPAK tha se ka përmbushur detyrimin ligjor duke i vënë në dispozicion Kryebashkiakut të Tiranës vetëm dosje në USB dhe jo të printuar, në kushtet kur në burg nuk ka as kompjuter për të krijuar akses për të. Mbrojtja e Kryebashkiakut thotë se Veliaj ende nuk ka marrë në dispozicion asnjë provë të dosjes dhe se procesi nuk mund të vijojë pa u garantuar që i pandeuri dhe avokatët të njihen në mënyrë reale dhe jo formale me materialet mbi të cilat do të zhvillohet gjykimi. Në një reagim publik theksohet se në asnjë rast mbrojtja e Kryebashkiakut të paraburgosur Veliajt nuk ka synuar të vonojë procesin, i cili aktualisht ndodhet në fazën e seancës paraprake, që do thotë se pritet të vendoset nëse gjykata e posaçme do ta kalojë apo jo për gjykim dosjen hetimore të SPAK. Vetëm për leximin e thjesht, jo për analizën juridike të 60.000 faqeve brenda 30 ditëve duke punuar 8 orë në ditë.
do të duheshin 20 deri në 40 avokat me kohë të plot pa kryer asnjë detyrë tjetër. Një detyrë e tillë është objektivisht e pamundur në çdo sistem drejtësie dhe bie ndesh me standardin kushtetues dhe europian të proporcionalitetit dhe të kohës së arsyeshme në përgatitjen e mbrojtjes. Mbrojtja e Veliajt në deklarat thot se veprimet hetimore shtesë që SPAK pranon se ka kryer nga korriku deri në shtator ngre ndyshime legjitime mbi përputhshmërinë e materialeve të prokurorisë me dosjen e depozituar në gjykat. SPAK dhe GJKK, e njëjta gjykat që i ka refuzuar të jap fizikisht dosjen kryebashkiakut të paraburgosur, të premten pranoi një kërkesë të ngjashme të kreut të Partisë së Lirisë Ilir Metës. Gjyqtarja Irene Gjoka vendosi ta detyrojë SPAK-un që t'i çojë në burg në formë të printuar fashikujt e kërkuar nga Meta, gjithashtu i pandehur në mas arresti në burg. Një kërkesë e tillë është refuzuar për Veliaj nga gjyqtarja Etleva Deda, edhe pse për të pasur dosjen kryebashkiaku ka bërë disa herë kërkesa. Lëvizja e re brenda Partisë Socialiste, që Ervin Saliani, Partisë Demokratike Ndjes, që Ervin Saliani ka nisur për të zgjuar partinë, siç është shprehur, ka vënë në lëvizje Sali Berishën, pasi siç e quajti ai tradhtar të demokratëve, kreu i Partisë Demokratike ka nisur të takojë edhe për krahasit e Salianit. Të parin priti mbështetësin kryesor të lëvizjes së ish-deputetit Ilir Ali Mehmetin, por shpreh se nuk do të vihet në presion për të lëshuar poste. Berisha tha se analiza e brendshme do të nxjerrë edhe tradhtarët që në zgjedhjet e 11 majit punuan për Partinë Socialiste. Epoka e denuncimeve ndaj Edi Ramës që Sali Berisha e konsideron përgjegjësin kryesor për të arsyetuar në farsë elektorale të 11 majit po zbehet. Tashmë Selia Blu ka kthyer syt nga vetja. Berisha po kërkon të gjejë fajtorin mes demokratëve dhe sheh armiqtë të brendshëm që sipas tij në fushat punuan për kundërshtarin. Nuk jemi parti e gjallë shtrigave, por ne symbyllas nuk jemi. Mbaruan zgjedhjet, pati nga ata demokrat që kishin marrë dhe rrogën e deputetit Partisë Demokratike, që shkuan dhe u punësuan, u bën drejtora, këshilltar në strukturat e narkoshtetit. Pati të tjerë që gjatë fushatës elektorale nuk kanë punuar një ditë. Pati të tjerë që shkuan me pushime në fushatë elektorale, apo dhe që punuan për Partinë Socialiste. Ka patur denoncime për X-in apo Y që po punon kundra nesh. Për ta paralajmëron prerje kokash që nuk do të kursej as drejtuesit e lartë të kupolës blu. Do t'japin llogari. Dhe do jenë struktura që do përcaktojnë qëndrimin ndaj tyre. Armikun e parë brenda partisë, Berisha e ka gjetur. Ai është Ervin Saliani që gjatë fushatës ishte në burg, por që së fundmi ka nisur një lëvizje për forcimin e Partisë Demokratike. Ata që zgjedhin privatën, kanë bërë zgjedhjen e tyre, tradhtim ndaj demokratëve. Lëvizjen e këtij të fundit kërkon ta zhbojë nga brenda duke takuar çdo që e mbështet. Berisha pohon se ka pritur në zyrë Ilir Ali Mehmetin, i pari që doli në krah të Salianit. Ilir Ali Mehmetin e kam pritur, ka kërkuar takim dhe e kam pritur. Antari kryesisë Saliani nuk ka kërkuar. Ndërkohë Report TV ka mësuar se gjatë këtyre ditëve Saliani po zhvillon të tjera takime jashtë syrit të medias me demokrat, ndërsa javën e ardhshme do të mbajë foltoren e dytë. SPAK dërgon për gjykim 27 persona emra të njohur të botës së krimit, politikan dhe drejtues policie pjesë e dosjes voluminoze Revanshi. Drejtues të grupeve kanë dashur vrasjen e njëri tjetrit, por nuk ja dolën. Ish-deputeti Arben Doka kërkoi kokën e Durim Bamit dhe për këtë bashkëpunoi me të shumë kërkuarin Ervis Martinaj. Bami me grupin e tij u kundërpërgjigj, edhe ata pa rezultat. Në mes të këtij rivaliteti, viktima mbetën disa nga krahët e djathtë të bosëve. Komunikimet e zbardura në aplikacionin e dekoduar Sky CC nxorën zbuluar njerëz të botës së krimit që tentuan të eliminojnë njëri tjetrin, mes të cilëve Ervis Martinaj, Bamët e Niklës, Endrit Dokle, ish-deputeti Arben Doka, të goditur nga drejtësia si shërbëtor të këtyre grupeve kriminale, janë edhe ish-drejtues të lartë të policisë së shtetit që i informonin për t'i shpëtuar bimët narkotike. Mes të pandehurve nga SPAK është ish-deputeti socialist Arben Doka, i konsideruar drejtuesi një grupi kriminal
kriminal bashkë me Arjan Tukun, të cilët donin të vrisnin Durim dhe Valter Bamin, dy vëllezërit nga Fushkruja. Ish deputeti besonte se ata fshiheshin pas vrasjes së vëllait të tij. Për të realizuar vrasjen e Durim Bamit u përfshi edhe Ervis Martinaj, bosi i zhdukur i lojrave të fatit, i cili pavarësisht se angazhoi disa persona, nuk ja doli ta eliminoi. Po ashtu Arben Doka akuzohet edhe për tentativën për vrasjen e Alex Ndrekës në dhjetor të po atij viti, i cili mbeti i plagosur. Nga ana tjetër, Durim Bami, drejtuesi i grupit rival, gjeti bashkëpunëtorët për të marrë hakën me Endrit Doklen, Marklen Hakën dhe të tjerë. Gjatë janarit dhe shkurtit 2021, Bami akuzohet nga SPAK se ka siguruar kushte për të kryer vrasjen e Arben Dokës, Tori Xhexukës dhe Erigers Mihasit, mik i Ervis Martinajt, i cili u vra në Tiranë. I shumë kërkuari për të cilin nuk dihet nëse është gjallë apo është vrarë. Ervis Martinaj akuzohet edhe për planet për të vrarë rivalin e tij të përbetuar, Leonard Duka, bashkë me Elvis Gaçe, Altin Gega Fatmir dhe Armando Hysenin. Po për vrasje akuzohet edhe drejtuesi i një tjetër grupi kriminal, Elson Reçi, i cili në bashkëpunim me Fatmir Troplinin dhe Klodian Shahinin siguruan kushte dhe mjete për vrasjen e Prenggjinit në shtator 2020. Në urën e Nesharakut, ku shpërtheu një lëndë eksplozive në makinë, e cila e la të plagosur. Për kultivimin e drogës përveç njerëzve të botës së krimit në Lezhë, i pandehur është ish drejtori i policisë së këtij qarku, Henry Gert Mitri, dhe shefi antidrogës në atë kohë Klodian Shahini. Të dy duke shpërdoruar detyrën favorizuan kultivimin e kanabisit dhe i dhanë informacione policore kultivuesve për kontrollet nga ajri. Pjesë e grupit të Durim Bamit në kultivimin e drogës në Nikël është edhe punonjësi i policisë Altin Morina. Ndërkohë për trafik droge u morën të pandehur Arjan Tuku, Kasander Noga dhe Edson Pietri, pasi në 2020 organizuan, drejtuan dhe financuan një grup për trafikim kanabisi për në vendet e Bashkimit Evropian. Ndalemi tek zhvillimet e reja të ngjarjes të dielës në Elbasan, 29 vjeçari Nevzat Spaho, një ndër tre të arrestuarit për vrasjen e Mondi Mahallës, u ra në burg nga ana e gjykatës së Elbasanit. Ai u arrestua si bashkëpunëtor, si dhe akuzohet për vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Një ditë më parë, gjykata e Elbasanit la në burg gishortakun e Mahallës Gjino Ago dhe heroin e karburantit Xhaxhi Oil, ku ndodhi ngjarja Kujtim Pisha. Ago akuzohet për vrasje me paramendim dhe armbajtje pa leje, ndërsa roja për moskallëzim krimi. Mondi Mahalla u ekzekutua me 2 plumba në kokë dhe 1 në trup, mbrëmjen e 30 nëntorit sapo kishte dalë nga një zyrë në karburantin në pronësi të tij Xhaxhi Oil dhe hyri në makinë. 2 autorët u larguan më pas drejt Librashtit, ku edhe dogjën automjeti në Mirak, brenda të cilit u gjetë djegur pistoleta Beretta e përdorur në këtë krim. Një grua 70 vjeçare nga Durrësi po lufton për jetën në spitalin e traumës, pasi u ra barbarisht nga bashkëshorti një ditë më parë në banesën e tyre. Pamjet e kamerave të sigurisë vendosura në pallatin ku banon çifti tregojnë momentin kur i moshuari ndjen nga pas grua në përshkallë dhe godet me shkop druri. Është ky momenti. Banorët e pallatit në kusht të anonimati thanë se kanë dëgjuar zhurma dhe britma kur dolën në shkallë gjetën 70 vjeçaren të rrëzuar dhe të gjakosur. Stafi mjekësor ka njoftuar policin pasi plagët që 70 vjeçarja kishte në kokë ngritën dyshime se nuk ishin shkaktuar nga një rënje rastësishme. Pas mbërritjes efektivëve, policia arrestoi në banesë 76 vjeçarin. Gjatë marrjes në pyetje, Roshi ka pranuar autorsinë duke thënë se është nervozuar pasi gruaja e ka fyer gjatë debatit për çështje familjare. Hetuesit bëjnë me dije se çifti nuk rezulton të ketë pasur raste të tjera dhune. Sa kaq, fqinjët tanë se ai konsumonte alkool dhe ishte her pas here problematik me bashkëshorten. Ndaj tij rëndon akuza e plagosjes së rënd me dashje. Teknologjia nuk duhet të jetë thjesht një mjet, por një faktor transformimi ekonomik. Për të përshtatur me ritmet e vrrullshme të përdorimit të saj, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko artikuloi domosdoshmërinë për investime jo vetëm në infrastrukturë, por edhe në arsim, kërkim dhe inovacion. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko në konferencën ndërkombëtare mbi ekonominë, biznesin, inovacionin dhe teknologjinë të organizuar nga Universiteti i Tiranës, u shpreh se teknologjia është themeli mbi të cilin do të ngrihet ekonomia e së ardhmes. Transformimi digjital nuk është më një opsion, por është themeli mbi të cilin do të ngrihen ekonomitë e së ardhmes. Kjo kërkon jo vetëm investime në infrastrukturë digjitale, por dhe në arsim, kërkim shkencor dhe inovacion, në mënyrë që teknologjia të mos jetë thjesht një mjet, por një faktor në transformimin ekonomik. Seiko deklaroi se Banka e Shqipërisë ka nisur të përdorë teknologjinë e avancuar në analizat që kryen për fshirë dhe inflacionin.
Në Bankën e Shqipërisë aktualisht po aplikojmë modelet përparuara për parashikimin e inflacionit, po përdorim analizat të dhënave për vlerësimin e rreziqeve në sistemin financiar, po digitalizojmë mënyrën e marrjes së statistikave dhe të mbledhjes së të dhënave, si dhe po forcojmë transparencën përmes mjeteve të reja të komunikimit publik. Në këtë kohë gjithnjë më shumë digjitale, Seko thotë se kërkohen strategji të reja zhvillimi që ndërthurin dijen, inovacionin dhe teknologjinë me politikat publike dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor. Administrata tatimore zbulon evazion fiskal në vlerën e 10 milion eurove nga 3 biznese në Fier, Kavaj dhe Kukës në sektorin e tregtimit të produkteve blegturale. Pas denoncimit të një qytetari dhe analizës së të dhënave tatimore, u ngri dyshimi se disa biznese deklaronin më shumë blerje dhe më pak shitje duke u përfshirë në një skem të pastër të evazionit fiskal. Pas ndërhyrjes në ambientet e të 3 bizneseve që ushtronin aktivitetin e tregtimit të kafshëve të gjalla, rezultuan shkelje të mos instalimit të sistemit të fiskalizimit dhe të mos afishimit të listës së çmimeve të produkteve që tregtonin. Nga sekuestrimi i dynjësive kompjuterike rezultoi se këto subjekte kishin fshehur 10 milion euro të ardhurat pa deklaruara në sistemin tatimor. Për të ulur informalitetin dhe për të rritur sigurinë ushqimore, drejtoria e tatimeve deklaron se do të ushtrojë kontrolle në terren. Museu i armëve në Gjirokastër është lënë në degradim nga e bashkisë, derisa sot u ishi u depërton brenda objektit ku ruhen me 10 armë që nga antikiteti dhe deri në ditët e sotme. Report Televizion sjell edhe pamjet ku shihet qartë gjendja skandaloze e muzeut, i cili mirëpret 20.000 vizitorë në vit. Muzeu i armëve në Gjirokastër mbetet një nga më unikët në vend fal koleksionit të tij të pasur që përfshin periudha nga antikiteti deri te lufta e dytë botërore. I vendosur brenda kështjellës së Gurt, ky muze ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj që prej hapjes së tij në vitin 1971. Vetëm gjatë vitit 2025 numërohen mbi 20.000 vizitorë që kanë kaluar nëpër sallat e tij, duke sjellë rreth 4 milion lekë të ardhura nga biletat. Gjatë vitit 2025 kanë tërhequr vëmendjen e rreth 20.000 turistëve, kryesisht të huaj. Vizitorët vijnë nga vende të ndryshme të Europës, por edhe nga vende të tjera më të largëta. Ata që futen që zgjedhin të vizitojnë Muzeun e Armëve, shfaqin interes edhe për muzeun historik, edhe për burgun e Shtatë Panxherëve, duke qenë se edhe ai është një nga simbolet e diktaturës, tërheq vëmendje të veçantë. Por pavarësisht numrave të kënaqshëm, investimet në infrastrukturë kanë munguar për më shumë se një dekadë. Pamjet e siguruara nga Report Televizion tregojnë qartë lagështirën e mureve dhe problematikën e taracës, e cila prej 10 vitesh nuk është riparuar. Në ditët me shi, uji depërton në ambientet e brendshme duke përkeqësuar gjendjen e muzeut. Ndërkohë, Bashkia e Gjirokastrës konfirmon se në buxhetin e vitit 2026 është parashikuar një fond i posaçëm për hidroizolimin e taracës së Muzeut të Armëve. Viti 2026 pritet të jetë viti i trashëgimisë kulturore, me ndihmën edhe të kryetarit të bashkisë. Pritet të ketë investime jo vetëm në infrastrukturë, por edhe në pasurimin me objekte të fondit të muzeut, kryesisht të Muzeut të Armëve. Ky investim pritet t'i jap fund problemeve të lagështisë dhe amortizimit. Deri atëherë, muzeu do të jetë i hapur për vizitorët, ndërsa infrastruktura mbetet e domosdoshme për të ruajtur këtë pasuri të rrallë kulturore e historike. Në një kohë kur zanatet e vjetra po shtuket një e nga një, 68 vjeçari nga Pojani, Gurkaz Xhemali, vazhdon të mbath patkojnë të kuajve, duke u shërbyer fermerëve të gjithë Juglindjes. Gurkaz Xhemali është një nga të paktët në Alban që kanë mbetur në zonën e Juglindjes. Traditë e hershme e mbathjes së kuajve, e cila po shkon drejt zhdukjes, është ruajtur me mjeshtëri nga 68 vjeçari nga Pojani i Maliqit. Kuajt kemi mbathur kooperative, kemi mbathur qe, kemi mbathur buallica, i mbathëm të katra kemi qetë e punës. Në çdo 2 vjet vimi bëjmë testim në Korç, riparim shërbimi. Në një kohë kur kuajt nuk përdoren vetëm për punë, por gjithnjë më shumë edhe për turizëm, Gurkaziu përgatit e vendos patkonj, një proces i domosdoshëm që kryhet të paktën një herë në muaj. Një pjesë edhe ju prishen shpejt. Ka raca që u prishen shpejt, ka raca që rezistojnë në çik po.
këta fingerët, këta që janë këta ratë pastër që është tash, ju prishet më shpejt, kanë më të butë se sa ata të vendit. Një orë në baset një kal. Me të prerë thundrat, me të mbathur. Përveç vendosjes së patkonjve, ai kryen edhe prerjen e tyre sipas formave dhe masave të përshtatura për çdo kafsh. Me mbi 40 vite eksperiencë, Gurkazi tregon se puna është mjaft e rrezikshme pasi gjatë procesit kali mund të bëhet agresiv. Siç po e mbahmi këtu kalin, një tok therr kali me këmbë prasme të vrejta. Ja, unë Çpanja kisha një kal Tiger këtu me zi e mbathme. Edhe pse numri i kuajve është ulur në fshatrat e juglindjes, kërkesat për shërbimin e tij vazhdojnë, pasi Gurgaziu është i vetmi në Alban në zonë. Po janë kishte 1000 kuaj, tash 100 kuaj janë. Në çdo shtëpi kishte nga një kal, edhe nga 2 kishin. Materialet dhe puna për të mbathur një kal kushtojnë 3000 lekë, ndërsa pojani fal mjeshtrit është shndërruar në një qendër të vogël shërbimesh, ku vinë fermer nga Mariuglindja. Vinë që nga Progri, Ftezan, Dishnica, Podgoria, këte Sheqerasi, janë ca nga Prensi kanë ardhur, po Gradeci që kanë ardhur i kanë basur këtu. Nga këta të garave, nga këta që i mbajnë shumë për qef. 68 vjeçari u bën apel të rinjve ta mësojnë këtë zanat, i cili megjithse i vështirë, mbetet i bukur dhe sfidues. Një grup biologësh të huaj kanë zgjedhur Bregdetin e Vlorës për të eksploruar biodiversitetin detar. Ata thonë se Shqipëria ka jetë nën ujore të pasur dhe vlerësojnë se si natyra në vendin tonë ndërthur malin dhe detin. Ekspeditat e tyre në disa vende të botës kanë qëllim dokumentimin me imazhe dhe krahasimin e pasurive nën ujore që ata zbulojnë. 6 biolog dhe instruktor të zhytjes nga Ukraina, Maqedonia e Veriut dhe Belgjika zgjodhën Bregdetin shqiptar për eksplorimet në ujore. Ata janë zhytur në ujërat e detit Jo në zonën e Radhimës, ndërsa kanë vijuar ekspeditat edhe në Jal dhe Ksamil, me qëllimin për të fotografuar dhe dokumentuar biodiversitetin e pasur detar. Denisi, instruktor zhytje nga Ukraina, tregon se eksplorimet e tyre në ujore kanë nisur 3 vite më parë. Ne zhytemi thjesht për qejf dhe për të parë botën në ujore, peshq, oktapod, gur, çdo gjë të gjallë. Shqipëria ka det të mrekullueshëm dhe jetë në ujore shumë të pasur. Çdo ditë dalim në det për zhytje dhe gjithmonë gjejmë diçka të re. Grupi përbëhet nga persona që zhyten dhe një tjetër që rri në sipërfaqe për të garantuar sigurinë. Më pëlqen gjithçka në Shqipëri. Kam eksploruar detin, kam gjetur shkëmbinj dhe çdo vend është i bukur. Këtu ka shumë lloje peshqish, gaforre të mëdha, oktapod, edhe peshkaqen kemi parë, por vetëm të vegjël deri në 15 cm dhe krejt të parrezikshëm. Bregdeti juaj është fantastik. Kam parë lloje peshqish dhe qellesash që nuk i kam hasur më parë. Më pëlqen shumë si natyra në Shqipëri ndërthur malin me detin, gjë që nuk e gjen shpesh. Ne bëjmë foto dhe video për t'i krahasuar me vendet e tjera ku kemi qenë. Pas ekspeditave të zhvilluara në vende si Egjipti dhe Ukraina, grupi thotë se Shqipëria është shndruar në një prej destinacioneve të tyre të preferuara. Ndjekim një blok lajme shkurt. Një magazin në rrugën Besim Fagu, ku mbahej sasi e madhe fishek zjarrësh që do të shiteshin në kundërshtim me ligjin, u gjet nga komisariati nr. 4. Qendra fishek zjarr të paketuar në Koli u sekuestrua, ndërsa u arrestua pronari, 24 vjeç. Blut e Tiranës kryen në ditët e fundit 40 kontrolle në të gjithë kryeqytetin. 5 lokale në Korçë po Gradeci ishin kthyer në bazën e lojrave të fatit. Një kontroll çoi në arrestimin e 2 personave, Johan Liçi dhe Esmeraldo Molla, dhe në hetim u morën 6 të tjerë. Në lokale kishin vendosur monitor dhe aparate celular me faqe që shërbenin për vendosjen e basteve sportive. Një 39 vjeçar u arrestua në Vaun e Deës pasi përshtati lokalin për konsumim të drogës dhe aktivitetet të ndaluara të lojrave të fatit. Në pamje shihet momenti kur policia bën kontrolle në bar kafe, ku sekuestrua sasi kanabisi dhe valigje me çipsa pokeri e letra bixhozi. Edhe në banesë 30 vjeçarit u gjet kanabis. 32 të pandehur në akuzë për trafik e migrantësh, falsifikim dokumentesh dhe grup kriminal kaluan për gjykim në GKK.
Sipas PAK, gjatë viteve 2022-2024 të pandeurit kanë mundësuar kalimin e paligjshëm të shqiptarëve në rrugë toksore, ajrore dhe detare drejt Mbretërisë së Bashkuar, SBA-s dhe Kanadas. Shpëtim Çeliku i dënuar me 25 vite burg për vrasjen e gruas së tij shtatzan 13 vite më parë. Ndroi jetë si pasojë e një arresti kardiorespirator në QSUT. Ati kishin mbetur 8 vite e 5 muaj dënim. Manushaqe Çeliku në pritje të fëmijës së tretë u godit me sqepar nga bashkëshorti Çeliku. Ngjarje ndodhur në Orikum të Vlorës. Çifti kishin edhe 2 vajza të mitura. Tema e Krishtlindjeve ndriçon nga sonte sheshin Skënderbej në kryeqytet, duke shënuar kështu fillimin e festave të fundvitit. Në prani të qindra fëmijëve dhe qytetarëve të shumtë, Bashkia e Tiranës ndezi dritat festive në një spektakël muzikor nga artistët e vegjël. U ndriçuan sonte edhe pemët festive në qytete të tjera si në Shkodër, Elbasan, Korçë, Durrës, Shiang dhe Fier. Tirana ka hyrë zyrtarisht në atmosferën magjike të festave. Sheshi Skënderbeu mbush mbrëmjen e këtij 6 vjetori me mijëra qytetar që ndoqën ndezjen e dritave të pemës gjigante të fundvitit, një moment që u shoqëruan nga kori i shkollave të kryeqytetit, artistë të vegjël dhe grupe baleti që performuan nga klasikët e Krishtlindjeve deri te këngët më të dashurat e sezonit. Në këtë natë festive, protagonistët ishin fëmijët, zërat dhe emocionet e të cilëve kthyen sheshin në një festë të madhe. Qindra familje dhe të rinj u bashkuan për të shijuar dekorimet, dritat dhe atmosferën e ngrohtë. Shumë e bukur, shumë e këndshme, sidomos për ne gjyshet, po kënaqemi shumë. Jashtë masës. Uroj të gjithëve që ky vit të sjellë më shumë mbarësi, më shumë shëndet dhe lumturi për gjithë ne. Duket një atmosferë shumë e bukur. Çfarë këngët më pëlqen shumë, më pëlqeu se gjithë këngët po i këndonin fëmijë mosha jon nga shkolla të ndryshme. E njëjtë atmosferë festash u ndje edhe në shumë qytete të vendit, në Shkodër, Korçë, Elbasan, Durrës, Shiak e Fier. Qendrat e qyteteve u mbushën me muzikë, këngë festive dhe performanca të fëmijëve, të cilët u ndoqën nga qindra vizitorë. Me ndezjen e dritave, qytetet hynë zyrtarisht në sezonin e festave, duke sjellë gëzim, ngjyra dhe pritshmëri për një fundvit më të ngrohtë dhe më solidar për të gjithë. Regjizori Kristaq Mitro u përkujtua në 80 vjetorin e tij të lindjes përmes një dokumentarit realizuar nga studentët e tij. Me regjin nga Dritan Mesareja, filmi është udhëtimi i magjepsës në jetën e jashtëzakonshme të regjizorit shqiptar, i cili nuk jeton më mes nesh, që nga fillimet modeste deri në shndrimin e tij në një pioner në fushën e kinemas. Familjar, miq dhe koleg përkujtuan regjizorin Kristaq Mitro në 80 vjetorin e tij të lindjes përmes dokumentarit Cinema is Magic. I ndar nga jeta 2 vite më parë, Mitro njihet si artisti, i cili me vizionin dhe talentin e tij ndryshoi peizazhin e kinemas shqiptare. Regjizori i këtij dokumentari artistik është një ish nxënës sot regjizor, Dritan Mesareja. Grupi i studentëve të tij kanë realizuar sot këtë film dokumentar dhe kjo tregon që ai jo vetëm i dha artit, kinematografisë, atë talentin e tij, por atë e trashëgoi edhe tek studentët e tij. Dëshira jonë ka qenë që në përvjetorin e lindjes, në përvjetorin e 80 vjetorit të tij, të sillnim edhe një herë atë dritën që ai na ka lënë nëpërmjet veprës, nëpërmjet pasionit, nëpërmjet punës të përkushtuar. Nën e bir ruajnë mjaft kujtime prej bashkëshortit dhe babait, por thonë se mbi të gjitha, ai ishte shumë njerëzor dhe pasionant në ato që krijonte. Kur ka xhiruar filmin e tij të parë artistik dimri e fundit, ata shkuan në dardhë dhe u bllokuan atje në dimër në borë 3 muaj. Ndërsa unë këtu isha e vetmi me një vajzë të vogël që përpolitesha që duhet ta çoja që në 5 të mëngjesit.
por përveç vështirësive në familje që kishte kjo punë, kishte kënaqësitë vetë. Nuk harroj asnjëherë të gjithë premierat e filmave kur ne dhe si familje, jo vetëm ai, me angst prisim si do të priteshit filmi i realizuar. Kam pasur një moment shumë të bukur kur kam qenë 4 vjeç dhe kam luajtur një sekuencë shumë të shkurtër të filmi Apasionata dhe megjithëse kam qenë shumë e vogël, më është ngulitur në memorie. Kristaq Mitro është një ndër emrat më të njohur të kinematografisë shqiptare. Ai është ndarë nga jeta në prill të vitit 2023. Së bashku me regjisorin Ibrahim Muçaj, ai ka realizuar 13 filma artistik, mes të cilëve tituj të tillë si Njeriu i mirë, Duaja e emrin tënd, Dimri i fundit, Liria vdekje e të tjerë. Në Galerinë e Artit Vilson Kilica në Fier është çelur edicioni 10 i ekspozitës mbar kombëtare të grafikës, një aktivitet i shndruar në tradit për promovimin e artit dhe bashkimin e komunitetit krijues nga të gjitha trojet shqiptare. Një dekad pas edicionit të parë, Grafika 2025, 10 vjet shenjë shqiptare, prezanton artistë të profileve të ndryshme, të cilët ekspozojnë punimet e tyre në një gamë të gjerë teknikash, nga grafika tradicionale deri te qasjet më bashkëkohore, duke dëshmuar se grafika shqiptare mbetet një fushë aktive dhe e gjallë krijimi. Artistët i lidh shenja, secili ka mendimet, ka konceptimin e tij, ka botën e tij artistike dhe e shpreh nëpërmjet linjave, gërvishjeve, ndërtimeve dhe imazheve me ngjyra apo pa ngjyra dhe i sjell ato bukur në çdo telajo. Pjesëmarrës në këtë ekspozit janë artistë nga Shqipëria, artistë nga Maqedonia e Veriut dhe nga Kosova. Janë të gjithë shqiptarë. Në këtë edicion, ekspozita sjell punime të reja, gravura dhe kompozime që krijojnë një urë mes të djeshmes dhe të sotmes, duke shpalosur zhvillimet më të fundit të kësaj gjinie. Artistët pjesëmarrës sjellin qasje të larmishme, stilistika personale dhe eksperimente që pasqyrojnë realitetin artistik ndër vite. Unë megjithëse jam skulptore, më pëlqen shumë ajo gjurmë, ajo shenja, është pikërisht ndoshta me të fillojnë çdo gjë. Pikërisht me vizatimin, me gërvishjen. Punën me të cilën prezantohet ajo e cilëson satirike dhe që kërkon t'i flasë realitetit të sotëm. Figurë, bile është një figurë që unë kam pasur që në shkollë të lartë, më ka pëlqyer, më rrinte me situata tani të kaotike të ndërtimeve dhe të gjërave, e quajta si një zaptus, si ndërtuesit të sot sharlatan që ndoshta gjenden, ndërtojnë vend dhe pa vend. Ekspozita shënon një moment të veçantë, 10 vite udhëtim të pandërprerë në zhvillimin e shenjës së grafikës shqiptare, që prej fillimit, aktiviteti vjen në kujdesin e kuratorit Arben Koliçi. Grafika 2025 do të vijojë të jetë e hapur për publikun, duke ofruar një përvojë vizuale që ndërthur traditën, risin dhe identitetin e grafikës shqiptare. Ishte gjithçka e përgatitur nga Departamenti i Informacionit për edicionin qendror të lajmeve në Report Televizion për mbrëmjen e sotme. Shikim të këndshëm programacionit të vijnë. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.